Shumë shkolla sot janë të heshtura, pa zëra brenda tyre, me drynët hierënd e dritaret që ngjasojnë, si sy të shuar. Dikur ishin përplot me fëmijë, sot ka vetëm kujtime. Edhe ato po mbulohen nga pluri i harresës. Banka të shkatruara, regjistra të hedhur, fotografi të vjetra, heshtje. Sa shkolla kanë mbetur të tilla? Padyshim njerëzit janë larguar sepse kërkojnë një jetë më të mirë. Sa koha askush nuk i mbështeti e ktheu kokën nga ta. E megjithatë, koha ka mbetur atje tej, tek shkollat e dikurshme, tek vrapi i mëngjesit, tek mësuesit e parë, tek mërzitjet, mësimet, lojrat, shokut e fëmirisë. Një copës e jetës është në këto shkolla, një copës që koha po e shuan. Sa bukur do të ishin përplot me fëmijë. Por në fakt, shumë të tjera po shuhen, shumë të tjera po mbeten të tilla. Sa mall e dhimbje ka brenda tyre.